Në 24 orët e ardhshme universi merr vendim për ty. Mos e anashkalo këtë. Në 24 orët e ardhshme energjia nuk të pyet nëse je gati. Ajo fyen, shtyn, kërkon lëvizje. Disa prej jush do përballen me një shenjë që është shumë e qartë për ta injoruar, një ndryshim i papritur, një ftoje, një thirrje e brendshme që nuk hesht. Universi nuk po të frikson, po të paralajmëron. Nëse e kap tani, fiton terren. Nëse e neglizhon, humb diçka që s'kthehet më. Kjo video nuk është për të ndjeshëm. Është për ata që janë gati të përballen me të vërtetën që kanë shtyrë. Dhe nëse po e dëgjon këtë, nuk është rastësi. Vendimi është marrë për ty. Dashi. Një nxitje e fortë do të shtyjë Dashi drejt një vendimi që ka shmangur prej kohësh. Nuk ka rëndësi sa i fortë mendon se je, universi do të tregoj qartë se ku e ke dobësinë. Në 24 orët e ardhshme, një situatë e vogël do të shpërthej për t'i bërë të dukshme tensionet që ke mbajtur të heshtura. Një debat, një keqkuptim, një vonesë, një përgjigje që nuk vjen. Këto nuk janë rastësi. Janë pasqyrë. Në fushën financiare mund të dalë një mundësi që të tundon, por e kërkon reagimin tënd të menjëhershëm. Ky është testi, vepron me impuls apo me qartësi. Në marrëdhënie, dikush do të vendos kufi. Mos e merr si sulm. Merre si sinjal se edhe ti ke pasur nevojë të ndalosh së luftuari me energji që nuk të takojnë më. Emocionalisht, Dashi mund të ndjejë shpërthime energjie, nga ato që të bëjnë ta shtrëngosh në ofullën. Kjo është shenjë e transformimit, jo e humbjes. Nëse dëgjon intuicionin në orët e ardhshme, drejtimi hapet vetë. Nëse vazhdon me kokëfortësinë e zakonshme, pengesat bëhen më të rënda. Universi nuk të godet për të lënduar. Të godet që të ndryshosh ritmin. Kap sinjalin tani që të mos detyrohesh më vonë. Virgjëresha. Një detaj i vogël do të nxjerrë në pa një të vërtetë të madhe. Virgjëresha shpesh mendon se kontrolli është mbrojtja më e mirë, por në 24 orët e ardhshme, pikërisht kontrolli yt do të sfidohet. Mund të dalë një gabim teknik, një vonesë, një përgjegjësi që dikush tjetër e ka lënë në dorën tënde. Mos u lodh duke fajsuar. Energjia të po të thotë, mjaft. Mjaft duke mbajtur gjithçka vetë. Në marrëdhënie, një situatë që ke analizuar tepër do të kërkoj të japësh një përgjigje të thjeshtë. Pa kthesa. Pa justifikime. Kjo është ajo që universi do nga ti, qartësi, jo perfeksion. Financiarisht, një shpenzim i papritur të detyron të rishikosh prioritetet. Është bezdi, po. Por është domosdoshmëri. Emocionalisht mund të ndjesh tension nervor, si një ndjesi diçka po vjen. Po vjen. Por jo për të rrëzuar. Për të liruar nga një barë që nuk e pranon as vetë. Nëse në orët e ardhshme bën një zgjedhje të guximshme, një jo të sinqert, një po të pastër, rruga hapet. Nëse ja le vetes argumentet e pafundme, do të ngecësh në vend. Vendimin e merr universi. Ti merr drejtimin. Shigjetari. Një impuls i brendshëm do të ndizet papritur, si një dritë që nuk e fik dot. Shigjetari është shenjë lirie, por universi tani po të vendos përballë një pasqyre ku mungon pikërisht liria jote. Në 24 orët e ardhshme do të shfaqet një situatë që e tregon qartë. Je lidhur me diçka që nuk të ngre më, një obligim, një vend, një njeri, një zakon. Mos e shpërfill. Shenja është e qartë. Në karrierë, një mundësi e shpejt kërkon vendim të menjëhershëm, por jo të marrë me eufori, me mençuri. Emocionalisht, dikush mund të surprizojë me të vërtetën e vet. Jo gjithçka që tingëllon si kritik është kundër teje. Nganjëherë është çlirimi yt. Financiarisht, një ide që ke pasur prej kohësh mund të marrë formë, por vetëm nëse eliminohet diçka që të ka mbajtur pezull. Në shpirt, shigjetari e di kur një fazë ka mbaruar dhe kjo fazë ka mbaruar.
Në 24 orët e ardhshme, universi do ta bëjë të pamundur që ta injorosh këtë fakt për qafoje. Nëse mos veprimi do të ishte zgjedhje, tani është dënim. Lëvizja është e vetmja rrugë. Ujori, një informacion, një sekret, një e vërtet që ka qëndruar pezull do të bjerë para syve të tu. Ujori zakonisht e sheh gjithçka nga një distancë e sigurt, por në 24 orët e ardhshme nuk ke luksin e distancës. Do të duhet të përfshihesh. Po vjen një ndryshim energjie që prek marrëdhëniet e tua, por jo si dramë, si pastrim. Dikush del nga jeta jote, dikush tjetër afrohet dhe ti duhet të marrësh një vendim të qartë. Mos prit që universi ta vendos për ty financiarisht, një mundësi që ke nënvlerësuar do të rikthehet. Mos e anashkalo herën e dytë. Mundësit nuk derdhen pa fund. Emocionalisht, ujori mund të nënshtrohet nga një val idesh, frymëzim i fortë, intuicion i mbredh. Shënoi. Punoi. Kjo është periudha jote për ndërtim, jo për shpërqendrim. Nëse e lë mendjen të shpërndaj energjinë, humbet. Nëse e fokuson, përfiton fuqishëm. Në 24 orët e ardhshme, universi do të detyrojë të zgjedhësh çrri dhe çikën. Vendimi nuk është dënim, është përputhje. Në këtë moment, universi nuk po të lë hapësirë për dyshime. Nëse ndjeve qoftë edhe një fjali si tënden, shkruaj poshtë. Unë e pranoj vendimin e universit. Ky është konfirmimi yt. Dhe po, energjia lëviz vetëm pasi e pranon.